Ndeshjet e muajit qershor të kombëtares shqiptare në kualifikueset e botrorit 2026 kanë nxjerrë në pah një fakt që ka rënë në sy dukshëm në të dy takimet e luajtura. Disa lojtarë, të cilët ishin të paprekshëm në edicionin e mëparshëm të kualifikueseve të Europianit dhe Ligës së Kombeve, tashmë janë kthyer në zgjedhje të dyta dhe pak nga pak po zhduken nga fokusi. Gjithçka është bërë shumë e dukshme me treshën Yasir Hasani, Ylber Ramadani, Nedim Bajrami. Të tre ishin ndër protagonistët kryesorë të kualifikimit të Shqipërisë në Europian, të tre ishin të paprekshëm në preferencat e Silvinjos dhe titullar të padiskutueshëm në radhët e kuqezimeve në të mirë dhe në të keq. Por diçka ka ndryshuar që pas ndeshjes së parë të këtyre kualifikueseve ndaj Anglisë. Të tre ishin titullar në atë ndeshje shumë zhgënjyese dhe të tre pak ditë më vonë panë veten në stolin e rezervave përballë Andorrës, duke qenë spektator në 90 minuta. Situata u përsërit tani në qershor ndaj Serbisë me Bajramin, i cili hyri në fushë në minutën e 63 dhe Ramadanin vetëm në 6 minutat e fundit. Për Hasanin asnjë minutë. Shpenzimi i energjive ndaj serbëve nga titullarët nuk bindi Silvinjon që t'u jap hapësirë ndaj Letonisë dhe në ndeshjen e të martës, të tre këta futbollistë ishin përsëri mes atyre në pankinë. Bajrami ishte i vetmi që pa fushën e lojës, duke u aktivizuar në minutën e 69. Dy të tjerët mbetën spektator. Duket si fundi një hierarkie të krijuar për disa lojtarë që shiheshin si të paprekshëm në formacionin titullar. Tani pritet shtatori për të kuptuar etapën e radhës së këtij ndryshimi deri diku drastik të Silvinjos, i cili duhet pranuar se ka treguar se nuk e ka të vështirë të harrojë kontributin në të kaluarën të futbollistëve kuqezi. Cikaleshi, Bare dhe Uzuni mund ta vërtetojnë lehtësisht këtë.